Josueu pra i thirri njerëzve dhe i tha betofuni, çfarë doni të bëni? Dhe tha, kujdes, ju nuk mund t'i shërbeni Perëndisë nëse nuk ishin Perëndi. Kujdes se Zoti do u mallkoj. Në vend të bekimeve që ju kërkoni të merrni, do të merrni mallkime. Dhe ata thanë, jo, do t'i besojmë Zot. Jo, do të ndjekim Zot. Jo, do t'i shërbejmë Zot. Mirë, dakor. Të gjithë jemi dëshmitar të vetës sa për vendimet që kemi marrë sot. Edhe pyetja për gjithë secilin prej nesh. Kujt do t'i shërbejmë ne? Kujt do t'i besojmë ne? Qofse neve duam t'i besojmë Zotit, qofse ne duam t'i shërbejmë Zotit, qofse ne duam të ndjekim Zotin, qofse ne duam që Zoti të jetë Perëndia i shtëpisë tonë, i jetës tonë, i fëmijëve tanë, i familjes tonë, ne duhet të heqim më njanë çdo besim dytë që mund të kemi në sirtar. Ti besojmë Zotit 100%. Me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë.